Dhatur Riqa, thash Dhatur Riqa ka ndodh. Kjo betej i thojnë beteja e plagëve. Bile ta përkthej më mirë. Beteja e fashave. A dhe shka fash, që i lidh plagë. Gjabiri transmeton dhe thot, kemi qenë me pejgamberin Allahut me një betej, Dhatur Riqa. I kanë thonë Dhatur Riqa, për shkak se thot 6-7 vetë nuk i kishmi një deve. Këpucta nuk kishmi, deri ato që i patëm ranë për rrugë, në djegi dili dhe nxehtësia. Në ranë thojt prej nxehtësis duke hecë në gjihad në rrugën Allah. Edhe thojt në ranë. Në u plagosën thot, kam kejt gjak, i patëm, s'kish njeri që nuk kish fash i lidhur me fash komët. Edhe e mor beteja e fashë. A di pse ka rëndësi kjo betej? Për çka se në këtë betej ka zripa jetët e namazit së frikës. Namazi frikës është pa farsë që këtë betej. Këtë betej, pejgamberi Allahut u nal me pushu me një vend. Dhe tha, cili për jush po në runë sonde? Roje. Unë gretën di musliman. Një për më nësarë, një për muhaqirë. Dhe pejgamberi Allahut të ranë me fletë. Tha atër e runit e grika e luginës, si mos në vjen armik. Tamam? Ensariu i thot muhaxirit, a ti porun fillim, a unë? Do të në gjisën e notës, a ti? Gjisën e parë, a unë a ti? Ta jo tha ruj ti, sa unë e po pëshoj, pas ta i më zgjon mund midis notët, ti po shon, unë e ruj. Transmetimi thot, mushrikit dhe ju për të përbetu se nuk kthena në shtëpi derisa ta marr hakun të kthehet ai te mas. Kur i shef se musliman se po kupton po flejnë, e shef këtë ensariun duke bo namaz, ke Allahu Akbar. Edhe rune dhe bën namaz. Edhe merë thotë tërta e godit që tu, kraun e gjath në këtë pjesë, e godit. Tak, e godit njerë, ki namaz. Tang e godit për zdit, qako rjedh, ki namaz. Tang e godit për streti, ki shkon në ruku dhe kur ben sesh dhe prekat muhaxirin. Dhe i kur e shef se, do të që armiku ka arë, kur e shef se u zgjur musliman, hi, mushrik. Thot, ndërsa ki ishte pas mush me gjak, ishte pas e pat mëlu gjak. Dhe pithoj me ensariut, pse mëne nuk në zgjove në fillim kur të goditën? Që lejohet që pëton njeri me prejë. Pejgamberi ka qelë derën, tu u falë, se ka prish namazin? O, tha ishtë në duke ledzu një sure, s'kish në qeftë ndër prej deri të kri. Ishte thellu ke ensariu duke ledzu, duke përjetu fjallë të Allahut. U godit ke dhe u plagos të si një ke plagët për çka se e knaq ke surje që ledzonte dhe donte të përfundoj. Ndërsa na elhamin të e knu kerejt e mor mi vesh ka u bon a gje jashtë. Apo?